Deri Hajvalisi Smet Munishi para disa javësh në këtë studio ka thënë se skuadra e Gjilanit nuk mund ta fitojë titullin nëse Zhagit luajnë siç ka bërë me Fernikil. Pra skuadra që Zhagit luajnë nuk mund ta fitojë titullin e kampionit. Nëse nuk është treneri vetëm Ismeti vetëm trener që ka qef mi hin huj me disa deklarata dikujt, mi hin qef. Edhe unë e kuptoj, po, unë e kuptoj Ismetin edhe i kuptoj shumë trenerë të ri të cilët kanë dëshirë me deklarata me përfitu simpati të dikujt, edhe në këtë rast mendoj deklarata e Ismetit ka qenë në këtë drejtim. Dhe natyrën time nuk është mi u përgjegj këtyre trenerëve në këtë drejtim, sepse unë vazhdimisht komendu se detyra jonë është që shiqojmë, asnjëherë nuk e kom komentu lojën e asnjë trajneri, asnjë ekipi, sepse parimisht unë muj me zhvillu apo muj me ngritë cilësinë në ekipin ku unë punoj, dhe se futbolistët e dinë mas miri, fatkeqësisht që edhe Ismeti ka qenë edhe futbollisti im, e dinë se ka pas ndonjëherë ndonjë tendencë në këtë drejtim, sepse nga njëherë loja imponon mënyrën që ndonjë futbollist aty këtu për shkak të rezultatit me u mundu me hum ndonjë minutë, ndonjë kohë, për shkak thash kur keni kundërshtar të fuqishëm, unë po e pranoj se një ndrim e kom bë në minutët e ftesë, ajo është as pjesa e realizimit të strategjisë, po në asnjë mënyrë me u zhagit loja në atë kuptimin bukval. Sido që tjetë unë e kuptoj edhe Ismetin edhe gjithë trajnerët që japin kësi farë deklarata dhe po mendoj që është e kuptueshme dhe i kuptoj edhe ambicjet edhe qëllimet e tyre, kështu që e kuptoj si mjaft me sportivitet. Së është në rregull, do me thonë që nuk jo më na si tipit që i hinë hatër kërkojnë asë, nuk më intereson ajo punë heq. Me thonë, ajo nuk qëndran, që e ke zhagit lojen, jo ti, po futbolistat e tu, ajo qëndran, edhe që një ekip që e zhagit lojen nuk mund më bo kampion, edhe ajo qëndran. Do me thonë, ekipit që e dominon lojen del kampion. Ekipit që e zhagit lojen nuk del kampion. Sa i përket punës, unë si trener, jo mirë, është e vërtet, po unë e kom bo një super futbolist që po lunë në Londë, me thonë, e para, e dyta, që dy herë i marrë ekipet në fund edhe i qojnë krye. Me thonë, kjo është, për këtë arsye nuk kom nevojë, as mi në hatër kërkujna, edhe nëse dikujna i dhem, që thëmë diçka për të mirë të futbolit Kosovës, sepse na ka orë të moja hunës, zhagitjet e lojës, është krejt normale. Kërkush nuk ka thonë që ti i ke shti futbolistat me zhagit lojën. Po ata më pa mundësi e kanë zhagit lojën vetë nështë. Se s'mon lodhet e zhagit lojën. Krejt normale është. Së është në regull tash me këtë deklarat, jo, unë e pi në hatër, kujna pi në hatër unë. Kjo nuk qëndrën edhe, nuk është mirë kësi goditje tëllë ta shumë treneri i ri, be e kip ju hi në hatër, ti ko ke Alex Fergusoni, s'peshe në hatër ti kërkojnë, është gjohë normale ta shumë e që i në hatër dikojnë. Kjo nuk është, së është okej. Së është në regull. Zhagitja nëse diskutohet si çështje një ndeshje edhe si dukuri, ka dallime. Prandaj, po them, nuk dëshiroj me komentu, nuk i komentoj këto deklaratat e trajnerëve, nuk i komentoj për shumë arsye, sepse thash, mbes mbrapa asaj se shumë trajnerë të cilët kanë dëshirë me përfitu ndonjë simpati, mund me dhonë ndonjë deklarat të këtij lloji, po Gjilani nuk zhagit lojen edhe mënyra se si luan Gjilani apo si do të luaj është çështje kryekpute e Gjilanit. Po dash me hin me polemizu me Ismeti rreth asaj a qëndron as qëndron, sepse dukuni zhagitja nuk ekziston as në terminologjinë, as në sport, as në futboll, edhe janë momente që ndodhin, po jo me u trajtu si dukuni. Nuk dëshiroj me fol për karrierën. Dukunia ma negative në futbollin e Kosovës, një ndër dukunit, po ma negative është zhagitja e lojës. Unë asnjë kundërshtar se kom akuzu, asnjë kundërshtar ka pas shumë ekipet që e kanë zhagit lojën kundër meje, po nuk e kom akuzu për mos me thonë që po lyp alibi ose për një mos rezultat ose një diçka. Ma ke bo pyetjen për kush mund me dalë kampion. Shumë sinqerisht u kom përgjigj.
Skuadrat që zhagit lojnë nuk mund të... Absolutisht. Skuadrat që të bën presion, skuadrat që nuk të lënë mi qelë syt, skuadrat që përfundon sa ma shumë akcione me shutën gol, skuadrat që është të mire përgatitën fizikisht, skuadrat që ka karakter të fort. Që e skuadrat del kampion? Skuadrat që zhagit lojnë i ka tënat këqia. është e pa përgatitën fizikisht, e ka karakterin e dopt, nuk ka kvalitet. Qysh po mu i ka medalja e kampion? Për mës me hi ma tepër. Apo kupta? Tash po done për isha në hatër Feroniklit, është stili trenerave juve të vjetërve që këshërni me hi në hatër ekipeve. Me thonë, kjo është stili juve, ndash polemizon, ndash mos polemizon, se e qele temën vetë, mu vjen kesh të kom pasë dhe trener, me pas pa kujdes. Pas pa kujdes. Kena pasë edhe na një karierë, edhe si futbolist, edhe si që kena pasë shumë sene, kena pasë shumë trenerat naj mës me dasht këtu me hinë ato sene, mirë po rina shumë korekt. Deklarat e cilësume si zhagiti, jo zhagiti, është deklarat e karakterit pedagogjik. Pra ndaj ti si trener, mendoj që duhet me qenë shumë maj matën kur thu që ekipi Gjilanit nuk mund të bëjë kampion se zhagit lojnë. Nuk është deklarat pedagogjike në atë aspektin, sepse kjo thash nuk është dukuni të Gjilani. Nuk është, nëse ka ndodhë një ndeshje që ka pas shumë fërkime edhe ndeshje e cila është cilësu si derbi që ndodhë kjo, nuk duhet mu cilësu si dukuni. Si rast mundet me qenë, por si dukuni me u përgjithsu se Gjilani zhagit lojnë apo mënyrën, unë thash, nuk dëshiroj me polemizu sepse asë nuk është deklarata e nivellit për cilësu si polemizis. Një garë shumë të fortë për të kampion. Po, me siguri se do të ketë garë, me siguri se do të ketë rivalitet, por e thash, deklarata për klube tjera unë nuk dhash, unë e thash vetëm për cilësinë e klubeve, të ekipeve, por në asë një mënyrë nuk e komentoj mënyrën e lojës të Ajvalis, apo të Trepqes, apo të ekipeve tjera, apo aq ma tepër me hi në dopsit e tyre. Ajo është cilësi, Ismeti tha, ju trenera vjetër, unë ala e konsideroj vetën që ju trener relativisht i rrë kom obligim, besoj që Ismeti ka me më digju me sugjerime që mirë është me shiqu në ekipet ku punon me përmirësu cilësin, sepse vërtet ka rrit suksese pa diskutush me Ismeti, por në asë një mënyrë nuk duhet me i në analizat e ekipeve tjera edhe ajo që e thash, unë rrim ra pasaj. Nuk është Ismeti vetëm që jep këto deklarata kështu, por unë jam i sigur që në një të ardhme Ismeti kam i kuptu këto edhe kam e qenë shumë maj matën në këto deklarata, sepse me cilësu një ekip i cili ku qëndron një element si dukuri është, mendoj, nuk është e nivellit të cilësisë që e ka Ismeti.